Thot Sheikh Abdul Buhari hafidhahullah, thot shehu, të lutem për Zotin tënd, o robi Allahut, më trego diçka prej fesë, prej çështjeve të imta ose prej çështjeve të mëdha, çka nuk e ka sqaruar pejgamberi alayhis salatu wasallam. Ma sjell diçka, domethënë prej çështjeve të imta ose prej çështjeve domethënë të mëdha. Më sjell diçka, më trego për diçka që e ka lënë të mangët pejgamberi alayhis salatu wasallam dhe nuk e ka sqaruar. Thot shehu, pasha Allahun, s'ka lënë gjë të mangët, po çdo gjë domethënë e ka përcjell. E ka përcjellur domethënë me besnikëri të plot. Prandaj, si ka mundësi, thot shehu, ti kërkon shpëtim dhe mbrojtje në një udhëzim tjetër pos udhëzimit të pejgamberit alayhis salatu wasalam dhe duke ndjekur një rrugë tjetër pos rrugës së tij. Si kërkon mbrojtje, si kërkon shpëtim duke ndjekur udhëzime të huaja, duke ndjekur domethënë rrugë të huaja. Si kërkon domethënë ti shpëtim, si kërkon ti mbrojtje, me çfarë logjik, duke ndjek domethënë ideologji të huaja. Dhe duke e lënë anësh rrugën dhe metodologjinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe realisht thot shehu Sheikh Abdul Buhari hafidhullah, këta njerëz që sjellin ideja dhe ideologji të huaja në islam dhe don t'i fusin dhe t'ja përvetsojnë, t'ja mbeshin islamit këto çështje, këta njerëz në realitet as islamin nuk e kanë ndihmuar e as armiqtë e islamit nuk i kanë dobësuar.